ndalemi në hapësirën e intervistës ku do të rikthehemi me zhvillimet politike, më konkretisht me zhvillimin e sotëm. Opozita ka thirrur protestën e radhës kombëtare në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Unë kam kënaqësinë të kemi në një lidhje të drejtë analistin Genc Burimi. Zoti Burimi, përshëndes. Faleminderit që na e bashkuar. Përshëndetum. Prej diçka ndryshe sot nga demokratët, ndryshe nga herët e tjera, ndryshe nga protesta e kaluar? Jo, s'pres diçka ndryshe, pres që do ketë manifestim, mund të ketë radikalizim, siç u parën e kaluar dhe më shumë, pres Parti Kushtypi, nga Reuters, nga FPJ, pres një presion të shtuar të ndërkombëtarëve mbi Tiranë. Dhe përpara pastaj mund të shkojë kjo deri në zgjedhjet parakohshme, domethënë nëse ka një radikalizim i protestave. Ka një arsye pse e bëj këtë pyetje, sepse bazohem pa diskutime edhe tek mënyra se si edhe vetë zoti Berisha shprehur ditën e sotme për sa i përket protestës që do të mbahet. Le të themi që është treguar më i drejt për sa i takon, ose ka përdorur disa fraza, po i quajmë më të ashpar se sa zakonisht për mënyrën, po themi se ose për atë se çfarë pret realisht nga kjo protestë. Ndaj edhe e kisha pyetjen, por dua të eci pak më tej me këtë. Po zoti Burimi. Jo, ai prap nuk e i dorë nga to fjalë që i ngritë paqësore. Po, pa diskutim, pra qëndron aty, pavarësisht se duket sikur her pas here do ta çojë në një stad më tej ose kërkon në një farë mënyre që të motivojë edhe demokratët ose edhe mbështetësit e tij. Por në thelb, ndryshimin kush e kanë sjellë? Kohërat çfarë kanë treguar? Partitë politike apo vetëm protestat qytetare? Apo të dyja të ndërthuara së bashku, apo pra cili është këndvështrimi juaj? Ndryshimi ka sjellë korrupsionin e Ramës. Korrupsioni i Ramës, kjo ka qenë ndryshimi, sepse Berisha i ka filluar protestat me mend që në korrik 2022. Ku e kishte marrë. Unë mund të them që Partia Demokratike si ka ndaluar ndonjëherë protestat, pra ka pasur gjithmonë protesta kombëtare. Nuk ishte kujt PD-s ai. Po, ishte situatë tjetër atëherë, e vërtetë edhe kjo. Po ne po them. U bënë ngrata në maj, jemi pak a shumë me historinë në rregull. Maj 2021 non grata, shtator 2021 e përzë nga grup parlamentar zoti Basha. Janar 2022 rikthehet pastaj. Në dhjetor bëhet kuvendi. Bëhet kuvendi, në janar 2022 bëhet i famshmja luftë për të marrë. Edhe në korrik, më shumë ka qenë korrik 2022 ka qenë protesta e parë pas rikthimit të zotit Berisha në krye të Partisë Demokratike. Ose kishte parë agjansa, ose kishte që non grata bën lideri non grata bën protesta pikërisht sepse është bën grata. Dhe kështu ka qenë gjithkohës, ose s'ka patur, ose gjithmonë pati një ndryshim narrative para një viti ka patur. Që agjansa filluan të ndryshojnë narrativ që në Shqipëri po ngrihen njerëzit kundër korrupsionit. Ishte momenti i Veliet i shkurt. Sa haroj. Unë ndjek shumë, unë po ndjek, unë jam i larg, po ndjek, Reuters ndjek. Aty pash një lloj e thash, tash tani filloi e keqe për Ramën, sepse po ndron narrativa e agjansave. Dhe kjo është ndryshimi. A e trëmbin Ramën protestat të kujtdo qofshin? Pra, nuk ka rëndësi në këtë rast po organizon Partia Demokratike, por ka pasur edhe parti tjera që janë përpjekur, kanë bërë protesta, apo edhe protesta qytetare, thirruar nga shoqëria civile. Pra,